Vazhdojmë me pregaditjen. Sot do t'i bëjmë gati edhe ëmbëlsirat ose çokolladat e Bajramit. Kjo recetë që po e paraqes unë sot është një nga të mijat të preferuarat. Është shumë e lehtë për të gatuar, por ju garantoj në shijen e tyre perfekte. Pa humbur kohë, vazhdojmë me pregaditjen. Në një enë më të madhe dhe më të thellë, si bazë për këto ëmbëlsira, do të përdorim biskota të bluara. Në total do të kemi nevojë për 300 gram biskota të bluara. Tani, tek biskotat do të shtojmë edhe ara të bluara, në total do të shtojmë 100 gram me ara. Tani, tek brumi do të shtojmë edhe 2 lugë gjelle me krem fëstëku. Unë një lugë gjelle e shtova, do të shtoj edhe lugën e dytë. Nëse nuk mund të gjeni krem fëstëku, mundeni lirisht që të përdorni krem lajthije, Nutella ose Lotus krem. Për t'ja dhënë shijen e cheesecake-ut, brenda tek brumi do të shtojmë edhe 200 gram me krem djathi. Dhe tani, gjitha produktet që i shtuam brenda, vazhdojmë t'i përzijem. Njëherë me lugë, pastaj me dorë, që të sigurohemi që brumi është mjaftueshëm i butë dhe nuk i kemi bërë shumë të forta. Vazhdojmë me dorë. Në këtë mënyrë, unë më së miri e kontrolloj brumin. Dhe tani që e kemi formuar brumin, e kemi përzier mirë, vazhdojmë që t'ju japim formën dhe po mund t'a vrini se sa është i trash brumi, pra është mesatarisht i trash. Nëse nuk ju kam mbledhur, ju kam mbetur i fortë, mund të shtoni edhe pak krem djathi. Nëse ju kam mbetur i butë, shtoni pak biskota për ta bërë brumin tamam. Mos i bëni shumë të forta, sepse këto duke pushuar pastaj në frigorifer, do të forcohen edhe më shumë. Vazhdojmë ndojmë në copësat vogla njëherë. Dhe kështu duken bombicat pasi ju kemi dhënë të gjithave formën. Tani largojmë anësh dhe vazhdojmë me përgatisim çokoladën ku do t'i zhysim. Sa për ta shkrirë çokoladën, do të shtojmë vaj, dikon 3 deri në 4 lugë gjelle vaj. Në këtë mënyrë, çokolada do të na mbetet e shëndetshme, do të ngrihet mirë pastaj tek bombicat dhe nuk do të na ngjitet për dore kur t'ju shërbejmë mysafirëve. Vazhdojmë tani që ta shkrim çokoladën, por do ta shkrim në avull. Poshtë do të vendosim një tenxhere tjetër me ujë të vluar dhe aty do ta vendosim që të na shkrihet çokolada. Dhe çokolada është shkrir fiks ashtu siç duhet. Presim të tofat 2 minuta, të fillon të trashet pak, pastaj vazhdojmë që këtu t'i lyejmë ëmbëlsirat që i përgatitëm. Mua më pëlqen më së shumti kjo metoda kështu. Ta vendos bombicën në një pirun dhe sipër me një lugë ta shtoj çokoladën. Dhe pastaj në këtë mënyrë ta largoj çokoladën e tepërt. E tani sipër do të vazhdojmë që t'i dekorojmë me pak krem fëstëku. Dhe të dashur miq, bombicat i kemi gati. Gjithçka që ka mbetur është që të vazhdojmë dhe t'i shijojmë. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju dhe do t'i shërbeni për mysafirët e Bajramit. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.